Prokuroria e Përgjithshme bën bilancin për krimet zgjedhore deri në datën 22 maj. Në të dhënat e ndara për mediat bëhet me dije se deri më tani janë regjistruar në total 107 kallëzime, nga të cilat hetimi ka nisur vetëm për 47 raste. Ndërkohë 6 kallëzime janë referuar në SPAK. 16 kallëzime të tjera janë pushuar, ndërsa për 35 raste po vijon verifikimi. Në 64 raste, burimi i kallëzimeve ka qenë policia gjyqësore, në 17 raste SPAK-u dhe në 9 raste subjektet politike, 11 kryesisht dhe 6 raste nga qytetarët. 107 kallëzimet janë regjistruar, 10 në prokurorinë e Fierit, 5 në prokurorinë e Sarandës, 4 në prokurorinë e Durrësit, 33 në prokurorinë e Tiranës, 3 në prokurorinë Gjirokastër, 4 në prokurorinë e Kukësit, 8 në prokurorinë Lezhë, 17 në prokurorinë Dibër dhe 2 në prokurorinë e Vlorës. 4 procedime janë regjistruar në prokurorinë e Korçës, 3 në prokurorinë e Shkodrës, 12 në prokurorinë e Elbasan dhe 2 në prokurorinë e Beratit. SPAK-ut janë dërguar për kompetencë 6 kallëzime penale nga prokuroria Durrës, Lezhë, Dibër dhe 2 nga prokuroria Fier dhe Shkodër. Sa i takon 16 kallëzimeve për të cilat është vendosur mosfillimi i hetimit, 8 nga prokuroria e Tiranës, 2 nga prokuroria Kukës, 3 nga prokuroria Dibër, 1 nga Saranda dhe 1 nga Fieri. Ndërkohë për një procedim penal të regjistruar nga prokuroria e Dibrës është kërkuar dërgimi për gjykim me një person të panthehur, pa mas sigurimi personal dhe një procedim penal i regjistruar nga prokuroria e Gjirokastrës është dërguar në gjykatë me kërkesë për pushim. Gjithashtu për procedim të regjistruar në prokurorinë e Gjirokastrës është kërkuar në gjykatë zhvillimi i gjykimit të drejtë për drejtë. Në total janë arrestuar 7 persona, 4 në prokurorinë e Tiranës, 1 në Elbasan dhe 1 në prokurorinë e Lezhës dhe 1 në të Fierit, dhe është dhënë urdhër ndalimi për 4 persona të prokurorisë së Elbasanit.